Me miratimin e ligjit të ri për lojrat e fatit, numri i objekteve në të gjithë vendin do të ulet për 70%, kurse në Çajër 90%. Kështu zotohet vlen pasi ligji kaloi një ditë më parë në kuvent. Ata thonë se kjo ka qenë një premtim i tyre parazgjedhor, të cilin tashmë po e bëjnë realitet. Sipas vlerësimeve tona, me miratimin e këtij ligji, numri i objekteve të lojrave të fatit në gjithë territorin e vendit pritet të ulet për rreth 75%. Në Çajër, për shkak të mënyrës se si është organizuar infrastruktura dhe afërsisë së objekteve arsimore, ulja mund të arrijë deri në 90%. Me këtë ligj vendosen kushte më të rrepta për licencim. Ndalohet reklamimi që e paraqet bigjozin si sukses apo mënyrë jetese, ndalohet përdorimi i figurave publike dhe përmbajtjeve që synojnë të miturit, ndërsa mbikëqyrja ndaj gjithë sektorit forcohet ndjeshëm. Po ashtu theksoi se kompani që merren me lojrat e fatit do të kenë detyrime më të mëdha financiare, ndërsa përmendi edhe mbylljen e 358 platformave ilegale online. Mortezi Boring Mediese vlen ka filluar të merret edhe me kompanitë e kredive të shpejta, të cilat siç thash shpesh krijojnë përshtypjen se funksionojnë në të njëjtin zinxhir me kazinot. Dje në kuvent ligji për lojrat e fatit dhe lojrat argëtuese u miratua me 60 vota për dhe 20 kundër. Me këtë ligj, kazinot pranë shkollave duhet të jenë 500 metra larg shkollave fillore dhe të mesme.